Laçi Vllaznia ishte ndeshja e rradhës të futbollit të femra, kampionati kombëtar. Ndeshja është filluar në stadiumin e Shqipërisë edhe pse Laçi ishte pritës me Robert Carmen, zëvendëstarën e ekipit Laçit. Profesor, përballë një Vllaznie potente, padyshim e patë të vështirë. Ja dihet, ekipi Vllaznisë është ekipi që fitues për disa vite me radhë, dihet disnivelet, por gjithsesi ne mundona me bë punën tonë. Objektivat tonë i kena të qarta, edhe pse kena 3 javë nga fundi, jena me në objektive, me në mesin e tabelës. Grupi i vajzave që kena është për ditë në rritje, janë vajza të reja, mundon e bë maksimumin, por dihet që rivaliteti përballë Vllaznisë dhe diferenca e ekipeve është të tekën edhe vetë rezultati. Pretendimet, objektivat e Laçit janë për të objektivat janë për në mesin e tabelës. Dhe për gjatë tanë sezonit me ekipet që ne kena rivale, kena dhënë paraqitje dhe rezultate të mira. Tash po presim me 3 javë të fundit që kanë met. Përgjithësi ndeshja shkoi mirë. Vajzat realizuan ata që ne kishim kërku. Edhe pse është e vështirë me kërku kur përballë ke një ekip si Vllaznia, por gjithsesi ne vazhdojmë rrugën tonë. Vllaznia ka rrugën e vet për Final Four, për titullin kampion të rallës. E kemi thënë edhe herë të tjera, edhe pse ju përfaqësoni klubin e Laçit, ekipi thuajse është i tërë me vajza futbolliste nga Shkodra, edhe stafi teknik, trajneri i parë, kolegu juaj Elis Legata dhe ju Robert Carmen jeni të futbollit shkodran. Përbën ndonjë problem kjo sepse e gjithë ekipi përfitohet nga Shkodran? Kjo është përbën problem, kjo është zgjellë nga ana drejtuesve që me pasi bini akzim me ekipin e Laçit. Por për ne është më praktike që të kenë tonë, siç e thaj vetë, të kenë tonë stafi dhe tonë vajzat nga Shkodra, e kena më lehtë për me bë seanca servitore gjatë javës, edhe për me afru dhe vajzat të reja. Sikur të ishim detyruar me lviz ne ose vajzat mos të ishin nga Shkodra, të kishin kanë me vështirë më realizu dhe seanca servitore edhe me kërku rritjen e numrit vajzave. Si duket elementi në skuadrën tuaj, elementi i ri, sepse me çfarë kam konstatuar, ju përfaqësoni me vajza të reja? Po ne përfaqësoni me vajza të reja, elementi i ri është bajagi i mirë, është në rritje, këtë gjatë tregon edhe vetë fakti që prej në fillim të sezonit dhe deri tash 3 vajza nga ekipi jonë janë afruar tek Vllaznia, pra këtë tregon që jena një klub që jena në rritje, bëjmë punë të mirë dhe normal rezultatet do të vinë, edhe në qoftë se nuk vinë si klub, patën vajzat në anën individuale vlerësohen, siç e thash më herët, derisa mrin me shku te Vllaznia dhe me lujt te Vllaznia, domethënë që nuk është bërë punë e keqe. Profesor, në aspektin personal ju keni kaluar disa skuadra që keni trajnuar në futbollin rajonal për Shkodrës kryesisht. Tashmë me ekipin e femrave për këtë një emër, një trajner me emër shumë të njohur si Elis Legata, që është trajneri i ekipit kombëtar për sektorin e portierëve, si e ndjeni? Për mua është privilegj të punoj me të. Unë kam disa vite, kena punuar bashkë atë Jobandania me vajzat, edhe tek Morlani, edhe së fundi ka është eksperjenca e tretë, që po në bën gati 2 vite që punoj me Legatën. Normal që kur punosh me njerëz që në botën e futbollit ka njohuri, janë të aftë, edhe është vetëm se mundesh të përfitu për mirë. Aq më tepër që është edhe pjesë e ekipit kombëtar të vajzave, pra është vetëm një gjë pozitive. Profesor, suksese në vazhdimsi. Faleminderit vetë.